Ftoj në skenë CEO-n e Business Network Albania, Roosevelt Çero. Është kënaqësi e veçantë për mua të mirëpres sot këtu në Berlin në konferencën e dytë ndërkombëtare të Business Network Albania. Berlini është një qytet që e di mirë se çfarë do të thotë të bashkosh atë që dikur ishte e ndarë. 35 vjet më parë, ky qytet ishte simboli i një ndarje që dukej e pamundur të kapërcehet, ndërsa sot është simboli i asaj që ndodh kur njerëzit zgjedhin të bashkohen. Pikërisht ky simbolizëm na sjell sot këtu, sepse BNA në thelb të vet ka të njëjtin mision, të bashkojë atë që për vite ka qenë e ndarë. Lidhja midis diasporës dhe ateut deri më sot ka qenë e dobët, e pastrukturuar dhe e mbështetur në marrëdhënie personale. BNA u krijua pikërisht për ta ndryshuar këtë gjë. Risia që ne kemi është platforma jonë digjitale. Ne dëshirojmë që anëtarët tanë të lidhen, të bashkëpunojnë dhe të gjejnë njëri tjetrin çdo ditë të vitit. Bashkëpunimi lind kur dy njerëz qëndrojnë në një sallë, e shohin njëri tjetrin në sy dhe vendosin që duan të ndërtojnë diçka së bashku. Teknologjia është mjeti që e mban gjallë të lidhje, por lidhja vetë lind këtu, në salla si kjo dhe në momente si ky. Po ndërtojmë një kulturë ku shqiptari ndihmon shqiptarin, ku suksesi i njërit është inspirim për tjetrin, ku ne ndalojmë të konkurruari njëri tjetrin dhe fillojmë të konkurrojmë krah për krah në tregjet e mëdha të botës. BNA e ndërton të ardhmen e vet bashkë me ju. Mirë se erdhën në konferencën e Business Network Albania. Faleminderit.